Këshilli Kombëtar i Integrimit tashmë do të ketë bashkëdrejtim mes opozitës dhe mazhorancës. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 0 abstenim, 24 kundër, miratohet projektligjin me 79 vota pro, parlamenti votoi ndryshimin, ndërsa më herët Këshilli i Integrimit udhëhiqej vetëm nga demokratët. Ky vendim i kuvendit shkaktoi debate mes palëve politike, pasi demokratët pretenduan se ky hap u mor pa konsultimin e tyre. Thelbi i ligjit është ky. T'ja heqim drejtimin opozitës, ta përjashtojmë opozitën dhe nga ky organ këshillimor dhe me një rol të caktuar në procesin e integrimit dhe të bëjmë veten drejtues të Këshillit të Integrimit. Madje Bardhi akuzoi se mazhoranca po kërkon t'i heqë opozitës rolin e saj në procesin e integrimit, duke paralajmëruar bojkot. Pra në ka një ligj që është tërësisht i propozuar në kushte konflikti interesi, është ky. Taulan Balla ka propozuar një ligj që bën veten kryetar të Këshillit Kombëtar të Integrimit. Kaq është e gjithë historia e këtij ligji. Po jo a deklaroj këtu, pas të ndryshimit një anshëm, ky organ është organi juaj. Ne nuk marrim më pjesë në Këshillin Kombëtar të Integrimit. Megjithatë, mazhoranca solli në vëmendje se vendet e tjera, tashmë anëtare të Bashkimit Evropian, kanë ndjekur të njëjtën skemë. Pjesa më e madhe e shteteve që kanë kaluar procesin e anëtarësimit kanë ndjekur po të njëjtën metodologji. Mund t'ju jap shembuj të Kroacisë, Slovenisë, Slovakisë e deri te Estonia dhe Letonia. Këto janë vetëm disa prej shembujve, se në fakt ka dhe shumë tjerë. Mesazhi është i qartë. Negociatat nuk i përkasin vetëm ekzekutivit, por janë një proces i përbashkët ku kuvendi, shoqëria civile dhe publiku kanë zë dhe rol të rëndësishëm. Më herët, socialistët kanë lajmëruar se janë një sër ligjesh që duhen miratuar në kuadër të procesit të anëtarësimit, ndërsa një pjesë e madhe e tyre duhet të kalojnë në parlament brenda vitit të ardhshëm.